U kthehemi përsëri në audicionin e fshetë të The Voice of Albania. Besoj se po prisni fëmijën surprizë. E po, ky nuk është momenti për ta zbuluar. Le të njihemi ndërkohë me 3 konkurrentët e tjerë. Unë jam Alba Ömer Halili, jam 17 vjeçare dhe jetoj në Prishtinë. Muzika nuk është pasioni im i vetëm, sepse përveç muzikës kam qenë në balet për një kohë të gjatë dhe e kam dashur shumë. Prej një moshë shumë të vogël jam marrë me muzikë dhe po ashtu kam përfunduar edhe shkollën e ulët të muzikës, por Voice of Albania është eksperienca e parë serioze. Në Voice kam ardhur ta shprehi talentin tim, ta kem një eksperiencë të bukur dhe një kujtim të bukur për të ardhmen. You've been on my mind. I go wonder every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. 'Cause you're the only one that I want. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know. Carole King, se e njëjta moshë kur ka dalë për e parë Carole King, kishe pas një piano e ullur dhe ta kishe interpretu Carole King prap nga fillimi më duk. Realisht. Më falë, ku ki qenë ti këto 3 vojset e tjera? Kom konkurua dhe vojsën e kalun, po e kom dru numrin, e kom hum vojsën. Si ke ndru numrin? Në moment fundit e kom marrë një numër tjetër. Qka fit zemërt numrin? Numër qka? Shtu në telefon. A numër telefoni? Bravo qoftë. E ke rujt vetin për të 4 që. Si quhesh e dashur? Alba Ömer Halili. Alba, nga i Alba? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Një gjo Alba, o zot, Albina, Alba, emra shumë të bukur. Alba, ke një zë shumë potent, shumë të bukur. Ndoshta, unë mendoj që ti mund t'japësh më tepër se kaq. Jo në aspektin vokal, sepse nuk e ke problem, por në atë emocional. Por mu ishe pak ndoshta e ngurt, nuk i di pse, kur këndove shumë bukur, notat i kishe shumë të mira, ngjyra vokale shumë e bukur, do doja pak ndoshta me gram, s'di si ta them, shpirt, sepse ishe pak si e ngurtja, si tash i që po rri, kështu si po qesh, kështu duhet këndosh. Duhet je shumë e qiltër, sepse në momentin që ti reflekton pozitivitet, e di si na merë neve zemra që, si magnet. Një vokal shumë i bukur, shumë i mirë, do të kisha knatësi absolute të punoja me ty. Bravo! Ke shumë drejt, Alma, për sa i përket pjesës emotive. Ishe shumë mirë teknikisht, çfarë më tërhoqi mua me njëherë ishte ngjyra e zërit, ke një gërvishje në sfond permanente, diçka që e bën zërin tënd tepër egzotik, shumë egzotik, shumë stil. Edhe mua më mungoj, ka shumë drejt Alma, pjesa shpirtërore, ndoshta sepse sonte ishe më tepër e përqendruar tek ana teknike, të
përballoje, si thuaç, këtë stadin e parë, thyrjen e akullit me ne, por mos harro që pjesa emotive është ajo për cilën ekziston artisti realisht. Prandaj unë e di që me punë ti do të zhbllokohesh dhe do të arrish të më njanosh, si thua, të harrosh pak pjesën teknike dhe të fokusohesh më tepër tek pjesa emotive. Dhe natyrisht për mua do të ishte kënaqësi nëse vjen skuadrën time dhe do të ndihmoja me të gjitha mjetet, si thua, teknike dhe jo vetëm që posedoj, për të nxjerrë në pa ty edhe shpirtin që ke brenda, që jam e sigurt që e ke. Vinci, po pajtona me çka tha Alma, edhe Elsa. Do me thonë është evident që vokali është shumë i mirë, edhe që ki shumë talent, edhe nuk ki probleme me vokal, mund është me knu edhe mund është me knu mirë. Nuk kisha me thonë që shë thanë Alma dhe Elsa që nashta ki pas munges të emocionit, për mund s'ki pas munges të emocionit, po tipi i emocionit cilin ti e ki pas, ka qenë një tip i but, pak domestik, mu mdoke që ti dush me ashpërsu vokalin tëm pak, me shi pak buber, bu pak ma avanturiste, aden, me mshu pak ma shumë. Ti je nga Prishtina, Gencin, Almen i kemë Prishtinë, aty mund është me punu sa të dush, kur t'i kesh në Prishtinë. Kjo zonja Elsa Lila tha që duat të ta nxjerrë shpirtin. Që duhet ty me nxjerrë shpirtin? Ma e shpirtin se duhet edhe ca kohë. Po që duhet të them diçka, edhe e pranoj publikisht, më thonë unë kam boj faj atë numrin ta kam rrunë, se doja që të kisha te Voice 4, me kemi luftu te Voice 4, që unë gabime kam baba, kam përshtypjen që do të dali ma mirë. Që hajde në ekipin tim, ka qurela s'kam hiq. Faleminderit për këto komente të bukura. Personin që zgjedh është si dritën. Mirë se erdhe. Edhe me ty. Urime. Faleminderit. Je shumë e zonja, bravo të qofsh. Ju 17 vjeçarit kështu në pamjet pas ta mbushni syrin, por pastaj E bëjmë namin e bëni. Pse zgjedhë si dritin? Dritën, më pëlqen si driti, gjithmonë ka pëlqyer. Edhe ta kisha pas prap mundësinë, prap kisha shkuar si dritën. Në fakt nuk fola për Albën për nga ana teknike, edhe është një vokal i thellë, një vokal kadife, një vokal që në fakt duhet t'i bashkangjitet edhe më tepër emocionit, pra të shpërtet edhe më tepër në skenë, këtë ja thanë dhe kolegët e mi, them që duhet kemë dhenë rreth pa njohur fare një 60-70% sajën, sepse duke që ruaj, normalisht pesha konkurimit është evidente, qohim se çfarë gjërash do arrijmë bëjmë bashkë.